Ja, si prodhohet mjalti. Jam I sigurt që do abiteni. Tani që do ta zbuloni, padyshim do të mbeteni pa fjalë. Nëse shikon një blet që fluturon duke tërhequr diçka me këmbë në natyrë, mos e ngatërro atë me mjaltin, sepse ai nuk është ende mjalt. Madje mos e ha. Mjalti I bletëve nuk vetë bëhet nga nektari, apo të krijohet nga jashtëqitjet, por nga regurgitimi I bletëve. Po, e dëgjuat mirë. Pra nga bluajtja dhe nga nxjerrja jashtë e nektarit. Por mos u tremni, sepse tani po ja u shpjegoj në detaj. Duhet të dini se bletët kanë 2 stomak, një prej të cilëve është stomaku I mjaltit, pra aty ku ruhet nektari. E çuditshmja është se bletëve ju duhen 999 lule për të mbushur stomakun e mjaltit, dhe pasi mbushet, ato kthehen në fole, duke transferuar nektarin nga goja në gojën e një blete tjetër, për shkak të enzimave të konvertimit të kapacitetit të kufizuar që ekzistojnë në pështymën e bletës. Por nektari kalon në për shumë blet, duke u rikthyer çdo herë nga një blet në tjetrën, dhe ky cikël kryhet nga më shumë se 99 blet. Pas shumë këtyre kalimeve nga një blet në tjetrën, nektari shndërrohet në mjalt, por nuk është ende mjalt, sepse kolonia e bletëve fillon dhe përplas krahët rreth vendit ku gjendet substanca, pra mjalti. Dhe këtë e bëjnë për të avulluar lagështinë, dhe u duhet rreth 7 ditë për të hequr lagështinë, duke e transformuar kështu në mjaltin që përdorim ne. Duhet të dini gjithashtu se një blet jeton jo më shumë se 60 ditë, dhe ajo përshkon rreth 150.000 kilometra gjatë gjithë jetës së saj, e barabartë me më shumë se 3 herë xhiron e planetit Tokë. Me gjithë këtë rrugëtim të gjatë, një blet arrin të prodhojë jo më shumë se një lugë mjalt, që në fund të fundit nuk e ha as vetë, por sakrifikon për njeriun. Tani do të dëshiroja diçka nga secili prej jush t'i bëj një dedikim bletëve, duke ju kujtuar që fal tyre ushqeni fëmijët, familjet dhe veten tuaj me atë mjalt. Komendi im është një përulje bletëve.